Përshëndetje, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të nisur sot ditën maraton të ngjarjeve, komentimin e jetës së VIP-ave shqiptar, ngjarjet më të fundit, çfarë ndodh mes tyre dhe gjithçka tjetër. Fillimisht një herë bëni subscribe kanalin ton për të gjitha videot e radhës, takohemi pothuajse në çdo orar këtu në kanalin Monitor TV, për të dëgjuar të rejat më të fundit, për të analizuar bashkarisht dhe për të dhënë ju mendimet tuaja. Domethënë jemi këtu për ju. Ditën sot do ta nis me një analizë nga ngjarjet më të fundit që po ndodhin në ferma VIP. Dhe ajo që në fakt bie më së shumti në sy është marrëdhënia që Adioni ka krijuar me Mimozën. Adioni që në ditën e parë kur ka hyrë në fermë ka qenë një djalë i cili krijoi një afrimitet jashtëzakonisht të madh me Mimozën. Loja e tyre, bisedat e tyre, diskutimet e tyre kishin një vend të rëndësishëm në rrugtimin e njëri tjetrit në fermë. Por siç duket, Adioni ka vendosur që të ndryshon rrugtim. Një video e shkëputur nga gjatë publicitetit të Prime-it të mbrëmshëm ka ngritur shqetësim tek publiku mënyrën se si Adioni përzgjedh që të fletë dhe Adioni përzgjedh që të komentojë. Tani, situata mes Olës edhe Adionit është një situatë seriozisht kritike. Një praj më herët u bë pjesë e fermës vëllau i Olës, i cili e kërkoi një mundësi që Ola të largohet nga Adioni, duke e quajtur këtë dashurinë si toka edhe uji, që do të thënë nuk kanë afërsi mes njëri tjetrit. Por nga ana tjetër, Ola, brenda vetes së vet, mendon që është e dashuruar, që ndjen dashuri, që ndjen pasion, që ndjen emocion për Adionin dhe nuk mundet që të mbyllën këtë historinë. Përkundrazi, edhe pse vëllau hyri, ato të dy nuk është se u larguan, ato të dy nuk është se krijuan ndonjë lloj ashpërsie kundër drejt njëri tjetrit, por ato vazhduan rrugtimin e tyre me shumë emocion dhe me pozitivitet. Tani mbrëm në dhomën e agajit, Ola tha që vëllau im po erdhi, unë e kam frikë familjen time, e tha Ola mbrëm. Por siç duket domethënë, Ola tashmë brenda vetes së saj, zemra i thot të dua. Dhe kjo është fakti që Ola nuk mund të heqë dorë nga Adioni. Edhe pse Adioni kishte momente gjatë diskutimit që pati edhe me Ermalin, por mua çuditërisht Ermali më duket opinionist i cili më së shumti gjërat i thot me shaka, ndërsa unë mendoj që fermerët janë në momentin e tyre në lojë që gjërat ju thuhen troç, që edhe energjia e tyre të fillon të kanalizohet më, do të thënë të fillojnë të krijojnë strategjitë. Adioni mbrëm tha që nuk e mbante mend ta kishte thënë fjalën që unë kam një të dashur jashtë, por Olën e kam edhe brenda. Tani, unë e mbaj mend shumë mirë, sepse kjo ekziston. Adioni këtë gjën e ka thënë jashta shtëpisë së fermës, do me thënë te obori i fermës, duke u mbajtur për ato telat e gjelbërt dhe duke biseduar me dy fermerë të tjerë dhe e ka thënë këtë gjën. Por, këtu dalim tek ajo që unë e thash dje në analizën time. Adioni dëshiron të bëhet strateg, por nuk dije se si të bëhet strateg. Ka zgjedhur rrugën e gabuar dhe shikoj që ferma e ka rëmbyer shumë, apo qëllimi për të qenë në qendër të vëmendjes, shkurt e shqip, Adionin e ka rëmbyer dhe nuk dihet të bën strategjinë e lojës, do të thënë s'dihet të sjellën strategji. Por në bashkëpunim me Sarën, që Sara do të thënë është duke mbajtur një qëndrim shumë të prerë, tepër të ftohtë, ka ngoditur Mimozën mbrëm ku Mimoza në thelb është shumë e saktë në atë që thot dhe është shumë e vërtetë në atë që thot. Do të thënë Mimoza i thonte që ti duhet të marrësh përsipër një marrëdhënie duke i mbyllur marrëdhëniet e tua dhe duke e mbyllur marrëdhënien tënde jashtë. Tani,
Ndoshta Adioni marrëdhënien të cilën e ka lënë hapur jashtë, një histori të cilën ai e solli brenda, sepse deri në momentin që Adioni nuk e tha këtë gjën, nuk është se kishte ndonjë lëvizje nga familja e Olës, se Ola dhe Adioni nuk është se ndajnë momente bashkë dje. Ato kanë filluar pothuajse që në javët e para të fermës. Por nga fjala që tha Adioni, i dha vllaut të Olës një lloj reagimi për të ardhur në shtëpi dhe për të kërkuar largimin e saj. Unë këtu shoh në fakt një lloj jo profesionalizmi edhe nga ana e produksionit, sepse ditën e djeshme, në momentin që ti e ballafaqon çiftin për t'i folur të vërtetat më të fundit, ti duhesh të ta kesh pjesë të klipit këtë pjesën ku Adioni e thot këtë gjën, nëse dëshiron ti të krijosh polemika. Por gjithsesi, unë e shoh që banorët tashmë kanë filluar që t'i kthejnë mimozës me urrëtie, domethënë e shohin me shumë inat, mundohen që të krijojnë klane të ndryshme, klane të cilat jo gjithmonë në fakt mund të jenë zgjedhja e duhur brenda fermës, mundohen që të krijojnë pole interesante që vetëm mimoza e ka polin kryesor dhe ma merr mendja që nuk e lishon bastionin e saj sepse ka strategjin, mimoza ka hyrë me strategji dhe më vjen shumë keq që Adioni, duke qenë një ndër djemtë më të preferuar jashtë, një ndër djemtë më të dashur jashtë, u largua nga mimoza dhe tani po e bën luftën i vetëm sepse dëshiron që t'i merr ato 200.000 euro. Por mënyra se si e bën luftën Adioni është një formë e gabuar, domethënë mënyra se si ai ka përzgjedhur që ta bën luftën dhe kjo lë për të dëshiruar. Nga ana tjetër, Mimoza dhe DJ nga Kosova që u bë pjesë e shtëpisë, tashmë kanë filluar të kenë një afrimitet mes njëri tjetrit, kanë ndërtuar një shoqëri dhe unë për mendimin tim e quaj strateg pikërisht atë, sepse diti se si të përfshihet në lojë, diti se çfarë të bën në lojë dhe diti se si ta sjellën lojën tek publiku. Domethënë, po bëhen gjëra fantastike, po bëhen gjëra interesante, por e shikoj që Mimoza shikohet me syrin më të madh të urrëties. Tani, a do vazhdon Mimoza të shikohet gjithmonë me këtë sy? Këtë do ta kuptojmë në ditët në vazhdim. A do vazhdon Mimoza të ketë kaq mlefe? Këtë do ta kuptojmë në ditët në vazhdim. Por domethënë si thelb, si gjë, Mimoza është tashmë kryefjala dhe banorët duan ta zhbëjnë këtë kryefjalën për interesin e tyre për të fituar atë çmimin e madh mbi 200.000 euro, që nuk është çmim edhe i paktë, domethënë nuk është çmim i thjeshtë. Do të jetë një javë intensive kjo. Do të ketë polemika, do të ketë debate të forta, do të ketë diskutime sepse këtë vit nuk e di se ju ka rënë në sy, domethënë ferma nuk është ferm, por është një Big Brother, është një reality show dhe mendoj që do të jetë diçka fantastike që do të rrëmbej publikun për ekrani për ta parë këtë fermë. Domethënë tensioni më tash ka filluar të rritet, inatet kanë filluar të rriten, sidomos kundërdrejt banorëve të cilët janë jashtëzakonisht të fortë, në këtë rast siç është Mimoza.